Atëherë përshëndetje për gjithë ata që nuk më njohin, jam Krishtin Gashi, jam autori i Drejtësia në Kosovë emisionit, dhe gjithashtu jam redaktor menaxhues i kallzo.com-it. Jemi këtu në gjykatën e Gjilanit me një panel të përbërë prej gjyqtarit Berat Spahiu dhe gjyqtarit Venhar Saliu dhe gjithashtu zotit Sabit Shkodra, i cili është gjyqtar për komunikim me publikun në gjykatën e Gjilanit. Jemi me mbështetjen e programit USAID-it për qasjen e drejtësi në një seri debatesh të cilat jemi duke i zhvilluar në dy gjykatat e Kosovës, ato të Prishtinës dhe Gjilanit, me studentë të fakulteteve juridike dhe publikun, me qëllim që studentët dhe publiku ta dinë mënyrën dhe rrugën se qysh munden me ju qas sistemit të drejtësisë, se qysh ata munden me qenë pjesë e seancave publike në gjyqësor, se qysh munden me shfrytzu të dhana të cilat ruhen prej sistemit gjyqësor për me mujt me ndërtu studime, me bë punime shkencore, edhe me shfrytzu këto dhana për avancim të më të tjeshëm akademik edhe profesional të studentëve. Njëkohësisht, këto ligjerata edhe këto diskutime synojnë me qeni mundësi që studentët me i shkëmby eksperiencat me gjykatësit e nderuar, cilët edhe njëherë po tregojnë që janë të hapur dhe tentojnë dhe dojnë që sistemi jon i drejtësisë me qenë transparent ashtu që kërkon ligjin edhe me qenë llogaridhënës para publikut. Ideja e krejt kësaj kampanje, e gjithë këtyre diskutimeve, është që në fund të ditës këto diskutime me qenë tradicionale, me qenë shpeshta dhe me mujt me kriju një lloj mekanizmi ku sistemi i drejtësisë veç nis me kontribu në avancimin akademik të studentëve edhe të gjeneratave të reja të vendit. Kemi nevojë për njerëz profesionistë të sistemit të drejtësisë, njerëz që mësojnë edhe prej librave akademik, po edhe prej përvojës së gjykatësve edhe zyrtarëve për komunikim me publikun. Javën muajin e kaluar në Gjilan kemi marrë një debat tjetër ku ka qenë temë transparenca në procedurën penale dhe mënyra qysh një student mundet me ju qasë gjykatës. Sot e kemi zgjedhur për temë një temë tjetër e cila ka të bëjë me transparencën e seancave publike, ose të quajmë transparencën në çështjet civile. E dim gjithë që është një mori e gjanë e temave të cilat trajtohen në procedurën civile, po kemi edhe disa rregulla tjera për dallim prej procedurës penale edhe prej asaj çka e parasheh kodi penal. Rregullat janë pak më ndryshe, janë pak më të ndjeshme për shkak të natyrës se çka trajtohet në procedurën civile. Edhe për këtë arsye dojmë me marrë fillimisht mendimin e gjykatësve se deri ku na lejohet me marrë vesh se çka po ndodh në seancat civile, edhe çka është mënyra më e mirë që edhe rruga më e mirë që student edhe njerëz që dojnë me mësu prej procedurës civile me pa dhe me kuptu se qysh zhvillohet ajo procedurë, gjithmonë të mos i shkel rregullat e privatësisë të njerëzve, e çështjeve të cilat diskutohen në këto procedura, për shkak se ka disa seanca të cilat janë rreptësisht të ndaluara me u publiku edhe me u foli jashtë asaj se çka ndodh në gjykatë. Kështu është fillimisht me gjyqtarin Berat, me na bën një rezume të shkurtë të asaj se qysh mundet publiku me qenë pjesë e seancave në procedurën civile, edhe qysh munden student me qenë pjesë e seancave në procedurën civile. Faleminderit. Përshëndetje, kolegë të nderuar. Pyetja që është ushtruar e do një koment pak më të gjerë në aspektin e procedurës civile, se çka përfshin kjo procedura civile, më pastaj shohni edhe transparencën, do thotë edhe pjesëmarrjen e qytetarëve në seancat publike. Ju e dini, me qenë se jeni jurist, procedura civile në vetin ngërthen 3 procedura që në bazë të natyrës së normave të tyre rregullohen në forma të ndryshme. Do thotë tek dini se në kuadër procedurës civile kemi procedurën kontestimore, procedurën jo kontestimore dhe përmbarimore. Për shkak se nga një herë na harrohet krejt ajo procedura përmbarimore dhe kontestimore për shkak të
e përgjithshme që jepet procedurës kontestimore. Parimisht në procedurën kontestimore, sipas ligjit edhe Kushtetutës së Republikës Kosovës, seancat janë publike. Por them këtë parimisht, du më thonë se në shumicën e rastave, në bazë të natyrës së kontesteve që zhvillohen këtu në gjykata, procedura kontestimore është e hapur, do thotë për publikun, që në kupton se të gjithë qytetarët, varësisht nga mundësitë hapësinore që kemi na këtu në gjykata, mund të marrin pjesë në seancat gjyqësore pa kurfar kufizimesh. Mirë po, edhe në kuadër të procedurës kontestimore, duke marrë parasysh natyrën e lëndëve edhe kontestit që duhet të zgjidhet, janë disa çështje të cilat është i kufizuar apo i ndaluar pjesëmarrja e publikut, po do thotë palëve pjesëmarrëse që janë në atë kontest. Sidomos në çështje statusore, këto duhet ta mbani mend. Në çështje statusore, kur rregullon marrëdhënie statusore të personave të ndryshëm, është i ndaluar publiciteti, do thotë është ndaluar pjesëmarrja e qytetarëve të tjerë. Unë për shfrytëzoj rastin këtu, më ftuar se nga kjo rregull mund të kenë përjashtimet për shkak se gjyqtarët, edhe në çështje statusore, për shembull gjatë vendosjes së kërkesës për shkallëzim, kërkesës për vërtetimin e aftësisë apo amësisë apo ndonjë kërkesë tjetër që bën pjesë në çështje statusore, mund të merr pjesë publiku me lejen e kryetarit të trupit gjykues, për shkak se në këto procedura gjykues gjithmonë me trup gjykues, domethënë prej një kryetari të trupit gjykues dhe dy anëtarë gjyqtarë por që janë aty. Janë rastet për persona apo student, kolegë të cilët mirën me hulumtime shkencore, apo ndonjë organizatë për shkak që mirët me hulumtime shkencore. Me lejen e kryetarit të trupit gjykues mund të marrin pjesë edhe në çështje statusore, ku seanca po sipas ligjit është e mbyllur, mirë po për hir të zhvillimit të shkencës, punimet të punime shkencore apo punimet të ndonjë teme të diplomës apo të masterit, do thotë mund të lejohet, po duke të rreshur vëreta normalisht se çdo nxjerrje e të dhënës në mënyrë pa autorizuar nga seancë paraqet vepër penale. Këto e kena për detyrë na si gjyqtar me mia treguan pjesëmarrësit. Në raste të caktuara, në kuadër procedurës kontestimore mund të mbyllet për një pjesë seanca kur gjyqtari i çështjes vlerëson se kemi të bëjmë me cenimin e privatësisë, apo procedimi i atë prova materiale do të qetë në shesh disa çështje intime private, domethënë që me qëllim që të ruhet edhe parimi kushtetues, domethënë privatësia e njerit apo qytetarit. Do thotë aty vendos kryetari i trupit gjykues se deri në çfarë mase do të kufizohet, po që do të jepet një arsye shumë i fortë nga ana e kryetarit të trupit gjykues se ka mbyll për një pjesë seancën për publikun. Në procedurën jo kontestimore, ku rregullon çështjet pra po them statusore, personale, siç janë për shembull heqja zotësisë veprimit apo kthimi zotësisë veprimit, heqja drejtës prindërore, kthimi drejtës prindërore, pastaj kemi rastet lejimi e lidhjes martesës para moshës madhore, do thonë pa i botë 18 vite, seancat janë të mbyllura për shkak se nuk është e nevojshme gjithkush me ditë se si po rregullohet statusi i asaj pale. Në çështjet në kuadër procedurës kontestimore që kanë të bëjnë me çështjet pasurore, se jo dinisën procedurë kontestimore rregullon disa çështje pasurore juridike, për shembull trashëgimia, pastaj ndarja e bashkëpunësisë në mes të bashkëshortëve, ndarja e bashkëpunësisë për shembull në mes të bashkëpronarëve, pastaj çështje të tjera që i përfshin ajo pjesa e procedurës kontestimore që ka të bëjë me rregullimin e marrëdhënieve pasuridike, procedura është komplet e hapur aty. Prandaj nuk ka ndonjë arsye pse ajo procedurë të jetë e mbyllur. Bazën ligjore, pas që ka rregulluar ligji i procedurës kontestimore, edhe dy procedurave të tjera ne e gjejmë edhe në konventa ndërkombëtare. Ju këto doni me ditën, është mirë me qenë të interesuar konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave të njerit, apo siç emërtohet pak më gjatë, Konventa Evropiane për mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të njerit, e keni artikullin e 6 për një gjykim të drejtë dhe të arsyeshëm, që një gjykim i drejtë nuk nënkupton vetëm një vendimmarrje të drejtë, por nënkupton një shërtim publik, një dhomësi palës që shërtimi i objektit të atij kontesti, qoftë në procedurë kontestimore, qoftë në një procedurë penale, të jetë publik. Këto unë më tepër s'po besoj që ka nevojë, nëse ka pyetje pastaj në gjendje me një përgjigjen. Pandelit gjykat, ideja pse është publiciteti në seanca gjyqësore është që me kuptu publiku se çfarë ndodh brenda gjykatorës,
edhe me u eduku publiku që në rast se përsëritën gabimet të tilla ose ka raste të tilla qysh ka me vendos sistemi gjyqësor. Ka dash për juve gjyqtare Saliu me kuptu student mënyrën se qysh mujnë me qenë pjesë e seancave me kuptu çka ka në orarin tuaj gjykimit edhe qysh me mri me ardh deri në gjykatore për me i pa ato çka trajtohen aty. Fillimisht kisha dashur që në emrin tim personal dhe të gjykatës që përshëndes gjithë dhe ju falenderojmë për pjesëmarrjen. E në veçanti rrjetin ballkanik të gazetarisë hulumtuese bën dhe gazetarin tonë të pionjor Kreshnik Gashin. Si dhe një falënderim e veçantë për Usaidin për përkrajën e vazhdueshme të sistemit të drejtësisë. Përndryshe, unë jam Vënar Saliu, gjyqtar pranë kësaj gjykate që nga dhjetori i vitit 2015, kurse fillimisht jam emëruar si gjyqtar pranë gjykatës themelore në Ferizaj. Ma pak se një vit kam qëndruar atje dhe jam kthyer në Gjilan. Sa i përket pyetjes, oraret të seancave janë të publikuara në gazetën webpaqen e gjykatës themelore në Gjilan, gjithashtu edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Përndryshe, aty mund me kthyer të gjitha seancat kur janë çfarore qysh tek. Kisha dashur edhe përveç sajna gjyqtari Berat na shpjegoi kush, po është edhe një pjesëmarrjen sa i përket parimisht janë seancat publike, por ligji ka parapar që përveç persona siç tham duhet me qenë të moshës madhore për me qenë prezent në gjykatore. Në kundërtën persona nër moshës madhore 16 vjet nuk kanë mundësi të jenë. Përveç asajna e shpjegoi edhe gjyqtari parafulsi që studentët kanë pas raste unë personalisht që nuk jam largu nga salla për arsye se qëllimi i tyre është për mua avancu me ditë pak më mirë si shkon praktika përveç asajna teorisë. Po, kemi disa pyetje të cilat i kemi marrë prej Facebookut dhe kështu ndash përgjigje në atë gjyqtarit Berat. Na është thonë, edhe është ngrit dilema nëse kanë të drejtë publiku me qenë pjesë e seancave ku vendoset për ndarjen e bashkëshortëve, për çështje të shkunërzimit e të tjera. Deri ku është ajo vija, deri ku mundën qoftë student, qoftë publiku me qenë pjesë e këtyre seancave. Edhe pyetja tjetër është nëse proces verbalet ose vendimet që dalin mbi këtyre seancave mujnë me qenë publike ose qysh është rruga për me i pa këto si vendime gjyqësore. Faleminderit Kreshnik. Unë ju tregova pak më herët në çështje statusore, domethënë sipas ligjit familjes Kosovës është i ndaluar publiciteti. Po them çka kjo në kupton se rrëfsisht pjesëmarrja e qytetarëve apo pjesës tjetër të personave të cilët nuk janë palë në kontest është ndaluar rrëfsisht. Përjashtimisht grupet hulumtuese të cilat mirën me punime shkencore, pastaj nëse neve na paraqitet besoj një rast nga ana e një student se i nevojitet për punuar një punim shkencor në aspektin e shkurëzimit për shembull në rajonin e Gjilanit për një periudhë kohore të caktuar, ne mund t'i lejojmë me një akvendim veçantë, ne kemi akvendim procedural kështu, mund t'ja lejojmë atë personi që të marrë pjesë në atë seancë për shkak se pjesës publicitare, domethënë në shërtime tjera, ne kur vendosim për çështje statusore, me zhvendosjen në trup gjykues, atëherë kena edhe një vendosje për këshillim dhe votim në ato raste, që edhe unë sa kam qenë sikur ju student, po edhe praktikant për shembull gjykat, nuk më kanë lejuar me përdor ato ose si votohet në ato aspekte. Prandaj është në ato raste mund të lejohet ato. Jo për të pa mundësinë për shembull se si mund të kuptoni se në gjykat për shembull Gjilanit sa seancë janë caktuar, gjyqtari shumë mirë tregoi, po është edhe në monitor atje në fillim të hyrjes gjykatës se kena webfaqen e gjykatës dhe monitorin ku përcakton të gjitha seancat dhe orari i seancave, po që në rastet statusore nuk publikojmë emrat e personave për shkak rrugës privatësisë tyre. Po sidoqoftë për pjesëmarrje në seanca tjera ku është e lejuar, atëherë kena edhe zëdhënësinë e gjykatës që informon, kena administratorën e gjykatës, prandaj mos hezitoni, është në të mirën e ju për një perspektivë të ardhme që e keni që të merrni pjesë sa më shumë seanca gjyqësore. Po them, ato që ka paraqë ligjina nuk guxojmë me shkelën, për shkak se
pjesëmarrja e publikut në një gjykim ku është i ndaluar publiciteti apo pjesëmarrja e qytetarëve shkel esenciale e karakterit absolut dispozitat, prandaj një vendim i tillë edhe zyrtarisht në shërtim sipas ankesës do thotë do të prishet ai vendim, bilëm s'kena pasur raste, po ndoshta mund të mirën në masa ndaj gjyqtarit, se ka di sakt domethënë dhe ka lejuar pastaj me pjesëmarrjen atë në qytetarën në çështje të statusore mund dalin të dhana që ne kemi pasur raste e dini duket edhe këshniki ka qenë që kanë dalën në kopi për shembull mesazhe sene mund të kupton domethënë një privatësi edhe se nota e privatësi. Pastaj nuk dihet kush e ka bërë atë. Për atë do të them ligji shumë mënyrë decisive dhe mënyrë rigoroze e ka ndaluar pjesëmarrjen e personave do thotë që nuk kanë ndonjë interes të arsyeshëm me marrë pjesë në gjykim. Ne nga njerëz dhe familjarë, domethënë nuk e lejojmë të bashkëshortëve të marrin pjesë në gjykim. Arsyeja pse ndodh kjo është se në këto seanca shumë herë studentët, shumë herë bashkëshortë flasin gjëra të cilat nuk duhet me ditë as familjar, as publiku, as kërkush tjetër. Ideja është që aty çdo gjë e cila folet edhe në rast se ju bjen dorë edhe si jurist, nesër si studius duhet me qenë shumë rigoroz në ruajtjen e atij sekretit që ne kemi kuptuar. Nuk ju lejohet me dalë me da atë informacion dhe personat të tretë që ne keni kuptuar atë për shkak se mundeni me përfundu tu përgjigj penalisht nëse keni zbuluar dhëna të cilat kanë dalë prej seancave publike. Një gjatë që jemi të promovu këtu ditë edhe është funksionimi edhe komunikimi i gjykatës me të përdorur mediat sociale. Po besoj zotni Shkodra mundet pak me na njoftu se qysh është të funksionu në gjykatën e Gjilanit edhe qysh ju mundi me qenë pjesë e ndjekjes aktiviteteve të përcjell gjykatën e Gjilanit në web faqe edhe në rrjetin social Facebook. Qysh mundemi kuptu lajmet më të fundit që kanë ndodhur prej kësaj gjykate. Po, siç e dini, edhe gjykata themelore në Gjilan ka faqen e saj në Facebook, fanpage-in që quhet, që një vit e tepër, jam diku në rreth 1800 që kanë pëlqyer atë faqe dhe të gjitha ata që e kanë pëlqyer mund me pa të gjitha lajmet, komunikatat që postohen në atë faqe. Orari i gjykimeve del në web faqe të gjykatës themelore Gjilanit, por shumë shpejt pritet që ky orar të prezantohet edhe në faqen në Facebook. Do me thonë, sa ma letë me ardhë publiku të aj orari seancë. Faleminderit. Para se me vazhdu të pyetjet tjera që na kanë ardhur në Facebookut edhe që kemi marrë dje në komentet që kur e kemi bërë paralajmimin, kisha dashur me pyet student pyetje prej jashtë nëse ka dikush. Vazhdojmë, po, do të studente fakultetit juridik. Sa dash me ditë procedura përmbarimore, pasi sigurisht çish rregullohet çështja e publikut. A ka çasti publiku në këtë procedurë? Nuk përgjigjo. Faleminderit në pyetjen. Kështu ndoshta edhe harrova në përmend procedurën përmbarimore, parimisht aty është publiciteti i lejuar, domethënë mas pa kufizuar, nuk besoj që kena raste që kena kufizuar në publicitet, por që procedura përmbarimore nga një herë vendoset për çështjen e kërkesës palëve në jashtë procedurës, domethënë nuk mbajnë seanca gjyqësore në atë procedurë. Tani për shembull mbas ligjit të procedurës përmbarimore ju e dini që në kompetencë gjykata ka mbledh vetëm çështje statësore dhe kompenzimit të ardhave personale të punëtorëve. Do thotë çështje tjera kanë kaluar te përmbaruesi privat, po që në bazë pa rregullsive që zhvillohen në procedurën e përmbaruesit privat, atëherë sipas prapësimit mundet të ardhë një land në vetë na që vendosni jashtë seancës gjyqësore. Po kuptoni që parimisht do të thonë procedura përmbarimore se nuk ka ndonjë mshëfsi pos në çështjet thonë statësore. Kur vjen me çështjet statësore aty është i ndaluar rrethësisht publiku. Faleminderit. Pyetje të tjera? A kemi? Nuk kemi. Okej, njëra pyetje që na ka në rrjetin social është dilema që njerëzit e kanë se është i lejuar fotografimi dhe incizimi brenda seancave në rastet civile. Ka një precedent të ndërtuar me kodin penal që lejon filmimin me leje të gjyqtarit, po për shkak se kodi civil është ende tu ridraftuar dhe tu diskutuar,
a lejohet fotografimi dhe incizimi në seancat civile? Po do përgjigje për gjykatës cilët të mendon. Nga praktika jo. Po. Nga praktika nuk kem pas rast që kërkohet një fotografim apo injizim, por në bazë të rregullorës të Këshillit Gjyqësor fotografimi dhe injizimi i seancave publike lejohet. Don kush është interesuar me lëm para praktikë gjyqtari lejon apo kryetari i trupit gjykues për injizimin apo fotografimin e asaj pjesë të seancës apo me leje. Ne kemi raste prej praktikës që nuk e jetojnë nga njëherë se dikush na ka injizuar, për shkak se kështu është pjesëmarrja në publik edhe veç kur dëgjojmë mas një mujt se dikush na ka injizuar përmes telefonit apo ka vënë një video në neve atë, këto injizime janë të ndaluara me ligj. Kodi penal do thonë ndalon këto. Nuk gëzon pa lejen e kryetarit të trupit gjykues, pa marrë parasysh se seanca është publike, dikush të injizon kryen vetë atje dhe ta publikoj përmes rrjeteve sociale pastaj ato, edhe të jetë ndoshta objekt i talljes gjyqtaria aty. Për shkak se kur kena injizimet e seancave, qoftë me kërkesën e palës apo tani që po mundohemi na me ofru një teknologji shumë më sofistikuar në gjykata që çdo seancë gjyqësore që është publike të injizohet. Do thot edhe audio, zëri edhe video, domethënë pamja, në mënyrë që gjyqtarët të vetë disiplinohen. Se seanca gjyqësore e ka një par kriteri si mbahet seanca. Nuk gëzojmë seanca gjyqësore ta krijojmë si seancë hajgare me botë. Do thot kush dojnë, kur dojnë me folën. Për ato është injizimi do një seanca gjyqësore që është kërkesë permanente e jonja, po që ende nuk kemi për shkak të kushteve ekonomike dhe buxhetit vogël që ndahen për gjykata, nuk kemi mundësi. Përndryshe edhe më herët kena pas disa raste të injizimeve të seanca gjyqësore, po në çështjet penale, në civil nuk kena. Po sidoqoftë, nëse ju ndodh me marr pjesë në një seancë, mos injizoni pa lejen e kryetarit të trupit gjykues apo të gjyqtarit se bëni vepër penale. E përmendni gjyqtari që do të ketë seanca me video dhe me audio injizim. Vetfaqja aktualisht nuk e ka këtë mundësi, por tash është duke u ridizajnuar kjo vetfaqja e gjykatës dhe e ke Këshilli Gjyqësor të Kosovës dhe kjo jep mundësi që do të ketë seanca kopashme brenda ditës do të transmetohet një seancë live, do të thonë mund ta shikojnë shqiptarët student prej shtëpisë atë seancë. Kjo pritet të mundohet shumë shpejt, brenda 2018 do të fillojë vetë. Lajm shumë i mirë, kena me mujtë një pas seanca të parë dhe në gjykatë, gjë që na bën muni mirë. Patëm pyetje? Po. Vetëm mikrofonin të presim të të. Individ më thonë caktuar pa autorizum se bojnë injizime të seancave gjyqësore, atëherë cilat janë masa që mirën ndaj këtyre personave? Ju faleminderit. Faleminderit për pyetjen, kolege, po më thash deri tani veç kena dëgjuar se dikush na ka injizuar, për çfarë qëllimi ka përdorur ato nuk e dimi na. Mirë po, fakte nuk kemi pasën. Me personi me nuk kemi pasën. Po se të shoh, nëse na ndodh ajo, atëherë më njerë konstatohet një veprim i tillë në procedural të shqyrtimit qoftë përgatitor apo kryesor dhe një procedural i dërgohet prokurisë për hetimet më të tjeshëm, për shkak se gjykata e dënia që vetë gjykon nuk mirët me hetime. Prandaj rasti i tillë është obligim po them edhe ligjor dhe moral i gjyqtarit që rastin e tillë me paraqitem në prokuri apo në organet hetuese. Më pastaj se si veprohet, a do të vim ndonjë akt akuz me prova të mbështetura materiale për gjykim gjykatë është diçka tjetër. Po kryesore duhet që patjetër gjyqtari më ndërmarrë të veprime se po them në kodi penal atje ka para po, do thonë fotografimet të paautorizuara, injizimet të paautorizuara, falni, do thonë janë vepër penale. Atëherë na duhet të respektojmë se është një veprim i ndaluar. Se kur gjë nuk i kushton një pjesëmarrësit publikut, thotë a mundën ta injizoj një pjesë gjykimit. Edhe gjyqtari me siguri se do ta lejojë, se kur gjë s'ka mshet, po me këtë na vetëm me rritmi besueshmërinë me qytetarin ton. Ajo që po duam nda me ju edhe që është njëra prej elementeve esenciale ku një gjykatë hap një shqyrtim gjyqësor, ai merr një lloj vendimi edhe për publicitetin e asaj seance. Në atë pjesë, në shumicën e rasteve të cilat na i kemi monitoru prej përvojës tonë, avokat nuk ka ndaj rol që kërkojnë me urujt që ajo me qujt fshehtësi ose diçka e ngjashme.
Shumë herë na ndodh që na vijnë palë dhe thonë pse një orë seancë, pse ma keni qitë emrin, pse ma keni publiku që apo më thonë seancë. Ana tjetër është që avokati vetë nuk ka ditë me mbrojt atë klient prej publicitetit të sistemit gjyqësor. Ideja është që ju si jurist të ri, me hyrë dhe me analizu bukur mirë bazën ligjore se qysh mundin në nisjet e procesit. Me kërku që një seancë me qenë publike ose mos me qenë publike. Nëse parashtrohet një kërkesë të tillë, atëherë është në diskrecion të gjyqtarit me vendosë nëse ai mendon që publiku ka interes me ditë çka po ndodh në atë seancë ose jo. Mirë, po nëse hapet shqyrtimi gjyqësor, edhe avokat ose prokurori nuk kanë asnjë interes ose asnjë interesim për me ngrit këtë çështje, atëherë gjyqtari zakonisht vendos që seanca me qenë publike dhe me pas qasje këtë publiku. Që do të më thonë ajo të çështja e incizimit, thjesht askujt nuk i bën nerë me bë diçka e cila është veç e lejuar. Për me filmu një seancë gjyqësore duhet thjesht me paraqit një kërkesë para gjyqtarit edhe ai me miratu ata dhe vazhdojmë filmojmë ton ditën nëse kemi film ose nëse kemi baterinë telefonit ose në kamerë. Po me filmu fshehurazi në ana gjykatorës është ndaluar dhe mundemi me pas edhe pasoja ligjore. Për ju si student, këto pasoja ligjore janë pak më të mëdha, për shkak se niveli për e vogël penale në karrierën e një juristi është shumë dam në karrierën e ardhshme, për shkak se për niveli për penale nuk mundesh me u punësu, për niveli për penale nuk mundesh me u bë prokuror, nuk mundesh me u bë gjykat, nuk mundesh me u bë avokat. Thjesht këtë investimin që është bë, mundeni me i quhush për gabime të tilla. Ajo që e vrejmë gjatë monitorimit tonë është që nivelin e seriozitetit gjatë pjesëmarrjes në seanca gjyqësore. Kur vim seanca gjyqësore është mirë me qenë me u duk që jemi anë gjykator. Mos me pas nevojë me publiku selfie edhe fotografi të cilat i bojmë në kafeteri ose diçka tjetër, për shkak se e dëmtojnë kredibilitetin e këtij institucioni ku kemi ardhur. Për shkak se kur të him gjykat kemi kod veshjes, kemi kod sjelljes e të tjera, për shkak se është institucion ku njerëz duhet me besu. Edhe nuk mundemi me dalë te foltorja e gjyqtarit të bë gjeste të ndryshme, po duhet me usjell me seriozitet dhe me respektu pjesën edhe me respektu banin ku jemi. Nëse s'kemi pyetje tjera, kemi pyetje tjera? Gjykat, keni me... Unë për fund vetëm kisha kështu me shtuan. Një udhëzim kështu rekomandoj juve merrni pjesë në seanca gjyqësore se shkon në aspektin profesional të juve në ngritjen e kapacitetit profesionale të juve. Ju duket ndoshta seancat që ndoshta janë nganjëherë të mërzitshme për shkak të zgjatjes kohore të tyre, po me kalimin e kohës dhe në momentin kur ju do të vini në vendet tona me ulën si gjyqtar, do ta shihni se ajo përvojë e krijuar, do të thotë në pjesën tjetër të publiku si monitorues thjesht kam ju shërbyer përvojën e ju profesionale. Unë po them sinqerisht me kalimin e kohës ne pi përshtatemi domethënë edhe gjitha standardeve evropiane sa i përket publicitetit të shërtimeve gjyqësore. Fillim, unë vetë si gjyqtar kam qenë pak ma rigoroz, do thotë kur kanë hi praktikant 50 praktikant në përsion një gjykim, mos nuk kanë dalë prej seancës, tash po bojmë tolerimi, do thotë vetëm mos na pengu me kriju një zhurmë gjatë hyrjes daljes, do nga e pjesa e publikut që mundet me hyrë në një seancë, në një sallë gjykimit. Do thotë vetëm mos më kriju një farë që gjyqtari të pengohet në punën e tina. Pastaj çështja e ju për shkak sa do të qëndron një seancë. Nuk të pëlqen seanca, mundesh me dal, po pa e prish qetësinë do thotë në ato raste. Fillimisht kanë qenë shumë rigoroz institucione, po kena pasur që në Bashkinë Evropiane ose domos sistemin anglosakson, domethënë publiku mund të marrë pjesë kur do mundet me ardhen, edhe masi që ka filluar do të seanca, gjatë një faze të procedurës, domethënë merr pjesë, pastaj largohet nga salla e gjykimit. Tani për tani tena nuk paraqet problem më kjo. E këna te kalu do të thotë. Nëse nuk kam panelistët, nëse nuk kemi pyetje të tjera, veç po duhem ju njoftu që në muajin e ardhshëm kemi me organizuar 2 debate të tilla në Gjilan. Ju mirëpresëm me prezencën e juaj, me pyetjet edhe me komentet e juaja të cilat mendoni me i bë. Lirisht për këto çka diskutuam,
Për ato që i kemi diskutu në debatet e kalume, lexoni edhe hajdeni me pyetje të reja për çdo gjë që nuk i keni qartë. Faleminderit tani herë, faleminderit gjykatësve, faleminderit zëvendësit të gjykatës themelore Xhilanit, deri në debatin tjetër, mirëmbëjtje. Sot